A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin e radhës. Misafiri i radhës është hoxha i nderuar Omer Bajrami. Mirë se erdhe prapë hoxha i nderuar. Mirë se u gjetëm. Allah është përblest për ftesën. Amin, amin. Të kalumën, podcastin e kalumën, i komentuam postimet, vazhdojmë kështu prapë. Çka i keni postuar në rrjetet sociale? Inshallah. Diçka më interesante, më të mira, i kum zgjedh, i kum shënu disa thënie. Andaj po shkojmë me të parën. Hoxha Omer Bajrami, postimi thot kështu: a e di pse nuk je i lumtur? Sepse atë që të jep lumturinë e ke hidhëruar. Shkurt dhe thjesht. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, dërgojmë salavat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj shfrytëzojmë rastin t'ju falenderojmë për ftesën, për këtë podcast, emision. Tema të dobishme, të rëndësishme, duke lutur Allahun Azza wa Jall që nga ky takim edhe takime tjera Allah të na jep bereqet, të na jep sukses dhe të ketë dobi për gjithë ata që e përcjellin këtë inshallah. Atë që e përmendët ju dhe atë që ne e kemi përmend më herët, ajo qëndron, është e vërtet, është e realitet, është e bazuar në Kur'an edhe në Sunet. Mirë, po ne me fjalët tona mund ta shprehim në mënyra të ndryshme apo edhe më thjeshta që për njerëz të jetë sa më e qartë. A e di pse nuk je i lumtur? A ka njerëz që nuk janë të lumtur sot? Ka plot. Dhe ajo që dihet se gjithë njerëzit e synojnë lumturinë. E ke pa se cili njeri mundohet ta arrijë lumturinë. Në çka? Tash kur ti sheh njerëz në jetën tonë të përditshme, e sheh dikush angazhohet, dikush punon, dikush mundohet të fiton, dikush secili e ka një synim. Po në fund të asaj dëshiron që pas atij angazhimi të arrijë lumturinë. Dhe tash dikush e kërkon lumturinë pasuri, dikush e kërkon dituri, dikush e kërkon punë, dikush e kërkon shoqëri, një pjesë e madhe e njerëzve kërkojnë lumturinë harame. Dhe ai mendon që tash unë në kafet natës, në diskoteka, në alkool, me femra, në zina, në bigjoz, në kazino, e kështu me radhë, haramet ndryshme, dikush aty mundohet me gjetë lumturinë. Edhe tash, çka ndodh tash? Tash fundi krejt atyre hapave që ai ka marrë në fund del, jo i lumtur. Tash në fund ai nuk është i lumtur, me garancë, kjo është me garancë prej Allahut. Ky njeri nuk mund të jetë i lumtur asnjëherë. Në rregull. Tash ne këtij i themi, a e di pse nuk je i lumtur? A e di pse nuk je i lumtur? Ti ke marrë shkaqet për me mbrin lumturi. Ama ti atë që ta jep lumturinë, tash kush ta jep lumturinë? Kush mundet me të dhënë ty lumturi nëse Allahu nuk t'jep? Po kjo gjë edhe krejt gjëra tjera, këto i takojnë vetëm Allahut. Allahu ja jep njerëzve edhe riskun, edhe jetën, edhe frimarrjen, edhe çdo gjë. Allahu ja jep lumturinë. Tash ti, ai i cili ta jep lumturinë, ti e ke hidhru. Edhe tash ti don lumturinë. Do me thonë, Allahu ta ka caktuar lumturinë. Edhe të ka tregu ku është lumturia. Lumturia është nga rruga e djathtë, nga ana e djathtë. Ti tash shkon nga ana e majt. Ti tash sikur i thu Allahut, unë e du lumturinë, ama jo ati ku ke thonë ti. Unë e du lumturinë, ama jo ati ku e ke caktu, ku e ke zgjedh ti. Unë e du lumturinë prej teje, ama aty ku e kam zgjedh unë. Kjo s'shkon. Kjo nuk mundet, kjo nuk ndodh. Unë e du lumturinë, po, a e do lumturinë, po, ja ku e ki rrugën. Ja ku i ki hapat, për ndryshe, kjo ana tjetër, edhe dietarët e kanë përmend në shumë raste, tash nuk mund të him ne në shumë detaje. Në përgjithësi pas çdo harami, ata të cilët i veprojnë, mund ta kundërshtojnë, mund ta pranojnë. Po nëse janë të sinqert, do ta pranojnë. Pas çdo harami njeri e ndjen një pikëllim në zemrën e vet. Ka qenë zina, është një kënaqësi momentale.
është një kënaqësi e kohës, e shkurt, kthehet në shtëpi. Pas atij gabimi, pas atij harami, ka me ndje piklimin. Ka me ndje mërzin, diçka prej mrenda nuk e lën rahat. Çka është kjo? Pa e ke prish lumturinë tënde, e ke hidhuru krijuesin. Shkon në kazino, hin, shpreson, do të fiton, luan, mundohet, harxhon, kthen në shtëpi. Në sa raste njerëz na kanë ardhur duke qajt. Habe çka u bë. Gabimi, harami, jo vetëm për një gjë, edhe për shumë harame tjera. Edhe tash kur i ban ato dhe shpreson lumturinë nuk e gjen. Ku është lumturia? Unë do të përmendi vetëm 2 argumente, mos gjerohem shumë, edhe të njërës anë, edhe të anës tjetër. Thot Allah në Kur'an, men amile salihan, min dhekarin au untha, wa hua mu'min, këto janë kushtet. Kush vepron veprat mira, këto janë kushtet. Kush vepron veprat mira, qoftë mashkull apo femër, nuk ka lidhje, edhe mashkull, edhe femër, me rëndësi me bo veprat mira. Wa hua mu'min, dhe duke qenë musliman, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ne do t'i japim atij jetë të lumtur. Sa njerëz janë musliman, bëjnë punë të mira, ndoshta janë të varfër, ndoshta s'kan kushte, ndoshta janë të lumtur. Kjo është prej Allahut, kjo është me argument prej Allahut. Dhe ana tjetër, men a'rada an dhikri, kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, librit tim, festime, men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili ja kthen shpinën rrugës Allahut, udhëzimit të Allahut dhe shkon nga ana tjetër, ai do ta ketë një jetë vështirë. Në dunja, kjo është për dunja, ndërsa në ditën e gjykimit do del i verbër dhe do të ankohet Allah azza wa jall, ja Rab, unë në dunja kam qenë me sy, tim ke ringjall pa sy. Unë në dunja kam shiku, në ahiret jam ringjall i verbër, kale kedhalik. Kështu është gjendja. I ke harru argumentet Allahut, sot harrohesh prej Allahut. Kjo është edhe me rënda, edhe me madhja në ditën e gjykimit. Po në dunja, me isheten danka. Këtyre njerëzve ju takon një jetë e ngusht, e vështirë, e pikluar, jo e rahatshme. Për çfarë arsye? Për arsye si ja ka kthi shpinën rrugës Allahut azza wa jall. Kjo ka të bëjë me atë që njeriu ka të bëjë me vetveten. Domethënë, me atë që takon ti. Ndodh se ne kemi pas raste dhe çdo herë kemi raste kur e shkruan ti një gjë ose e përshkruan një gjë ti, çdo herë mundohesh që e fjala që e thua të jetë e bazuar dikun. Dhe nuk është ashtu e thjesht. Po dikush thot mirë, atëherë pse musliman në filan vende vuajnë? Po vuajnë edhe nuk janë të lumtur. Atje nuk e kanë këtë, atje pse musliman nga Gaza, do me thonë musliman nga Gaza janë të lumtur? Jo, kjo nuk ka të bëjë me atë që ka të bëjë dikush me vetveten edhe rrugën që e ka zgjedh. Kjo është ai lumturia që jo kanë prish zullumqtarët, jo kanë prish kriminalet, kjo është diçka tjetër mandej. Këtu është një temë tjetër. Fjala është pse nuk je i lumtur, se e ke gabu rrugën. Edhe pse kanë prish zullumqtarët, prap gjejnë lumturi. E shisha një lajm, gjenocidi frik tash 200-300 martesa kishin ndodhur, domethënë pas gjenocidit. Ajo është veç ti largoj zullumin. Veç mos ju ban zullum, ata janë të lumtur. Me argumenti që u përmend. Ti veç mos ju ban, se normal ti kur janë mbyt fëmijët, janë mbyt familjen, ai nuk gjen lumturi në atë moment, ama hiqet ti zullumin tant. Hiqet ti zullumin tant. Ato të lumtur janë. Nesër ato ftyra kemi pa duke qesh, e duke buzëqesh. Ata janë të lumtur me çfarë? Me rrugën që e kanë. Ai i cili e zgjedh rrugën e Allahut, ai do të jetë i lumtur në dunja dhe në ahiret. Ai i cili ja kthen shpinën rrugës Allahut azza wa jall, atë që e sjell lumturinë e ka hidhruar. Dhe lumturinë nuk ka. Inshallah. Allah na bëf për të lumturve inshallah. Amin. Shkoj me postimin e radhës sot, ku keni thënë kështu, mundohu me Allahun të jesh një rob i mirë. Dhe çdo herë në jetë ruaje këtë dëshirë, ndërsa fjalët e njerëzve leri si gjethet në erë, se për të gjithë s'mund të jesh i mirë asnjëherë. Kjo është shumë e vërtetë. Se një knaus me njerëzit. Po. Këtu i kemi të dy aspekte. Të dikush që synon kënaqësinë e Allahut, edhe dikush që synon kënaqësinë e njerëzve. Ta synosh kënaqësinë e Allahut, ky është qëllimi kryesor, është qëllim i cili vlen dhe është qëllim i cili arrihet. Domethënë këtë aspektet. Ta synosh kënaqësinë e njerëzve, është qëllim i cili nuk vlen. Dhe është qëllim i cili
nuk arrihet. A ka arrit dikush? Megjithse normal, por neve do të jetë me rëndësi të arrim kënaqësinë e Allahut. Po ndonjëherë, jo çdo herë, po në disa raste duke u munduar të arrish kënaqësinë e Allahut, e humb një pjesë të kënaqësisë së njerëzve. Po megjithatë, besimtari e ka qëllim kryesor një gjë, të arrijë kënaqësinë e Allahut. Tash me kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, e ki parasysh hadithin që nëse Allahu dikande e don, pastaj Allah i thot Gjibrilit, o Gjibril, unë e du filanin, duaj edhe ti. Pastaj Gjibrili e porcjellat e te me lajket, e duan me lajket, ajo dashuri zbret në tokë. Po në tokë, këtë njeri e duan krejt? Jo, nuk e duan krejt. Këtë njeri e duan njerëz të mirë. Dhe ti e shes sot sa njerëz ka që ne ndoshta as nuk i kemi taku, as nuk i njohim prej sa afërmi, i njohim prej së largu, ama i duam. Edhe sa njerëz në botë sot i duan musliman, një numër i madh i muslimanëve i don njerëz të caktuar. Për çfarë arsye? Ka diçka aty. Ata janë njerëz, ai i cili synon kënaqësinë e Allahut. Ka mundësi që të arrin kënaqësinë e Allahut dhe të arrin kënaqësinë e njerëzve të mirë. Mirë po, nuk është qëllimi tek kënaqësia e njerëzve, qëllimi është tek kënaqësia e Allahut. Ndërsa fjalët e njerëzve nuk ndalen asnjëherë. Dhe nuk ka dikush i cili e ka arrit kënaqësinë e gjithë njerëzve. Apo nuk ka dikush i cili i ka shpëtuar fjalëve të njerëzve. Dhe ne shohim sot, shumë ti si një figurë, si një hoxh i cili jeton apo mundosh të kontribosh në një popull të vogël. Popull pak në numër për dallim për popujt apo vendet ku kanë miliona e miliona. Megjithse është numri i vogël, në këtë numër pak ti do të gjesh edhe lavdrata, edhe akuza, edhe fjalë, edhe çdo gjë. A mundesh me ik? S'mundesh me ik. Tashti nëse e lën atë që të takon, atë e cila duhet synot dhe merresh me këtë pjesën tjetër që të mundohesh njerëzve. Tu a bësh shefin, njerëz ti qetësosh, njerëz ti kënaqësh, këtë nuk e arrin asnjëherë. Dhe në fund çfarë? Dhe në fund fjalët atyre lej si gjethet në erë. Komplet, le ti merr era, le të ecin. Para një viti ka pas tjera fjalë, para 5 viteve ka pas tjera fjalë, fjalët vazhdojnë. Ti syno rrugën tënde. Dhe kjo është mënyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë njeriu më i mirë, jo i këtij ummeti, njeriu më i mirë që ka jetuar ndonjëherë. Njeri më të mirë në dunja, njerëzimi s'ka pa. Dhe njeri më të mirë nuk ka. A i ka shpëtu? A i ka shpëtu fjalëve të njerëzve? Jo. Nuk i ka shpëtu fjalëve të njerëzve. Edhe atë, dhe kjo të ngushllon, dhe kjo ta lehtëson, por derisa është akuzu ose është fajsu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka mbetet për tjerët? Fjalët e njerëzve nuk janë ndal edhe kundër atij. Ndërsa një poet arab ka thonë: "Wallahi law sahiba al-insanu Jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila." Pashallah, njeriu me pas shok Gjibrilin a.s. Prap s'ka me shpëtu prej fjalëve të njerëzve. Me kanë rinë ti, me Gjibrilin a.s. Më thonë ti e mo, po njeriu më i mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas kontakt me Gjibrilin a.s. Megjithatë, nuk ka shpëtu prej fjalëve të njerëzve. Njerëz jo që nuk kanë fol për të tjerët, jo që nuk kanë fol për pejgambert Allahut, njerëzit janë ata që kanë shpif edhe për Allahun. Çka mbetet? Njerëz kanë shpif për krijuesin. Njerëz kanë thonë që Allahu ka fëmijë, Allahu ka bashorte. Njerëz i kanë përshkruajt Allahut azza wa jall cilësi të mangëta, cilësi që ndoshta në disa raste nuk ju përshkruan edhe njerëzve. Njerëz kanë fol kundër Allahut. Pas krejt kësaj, njeriu do të pret që mos flasin për te, njerëz do të flasin. Po nuk është problemi se njerëz do të flasin. Problemi është kur ne ju kushtojmë shumë rëndësi fjalëve të atyre. Dhe sot e shohim ne sa akuza kanë edhe xhallarët. Sa akuza kanë? Çështja e kombit, çështja e dheut, çështja e flamurit, çështja e kësaj tjetrës dhe lloj akuza. Nga ata të cilët janë kundër Islamit dhe paraqiten pastaj kundër xhallarëve, atyre na e dim, atyre ju pengon feja e Allahut azza wa jall. Nuk ju pengojmë ne si njerëz, se ne si njerëz mos me qenë me këtë thirrje, ne nuk ju pengojmë atyre. Po ju pengon ajo që e bartim. Dhe tash sa fjalë ka pasur edhe do të ketë, kjo nuk guxon që neve të na ban të ndalemi apo të dëshprohemi apo edhe t'ju kushtojmë aq rëndësi atyre. Le të flasin. Ata le të flasin.
Ata Edhe bëjnë ne punën do e të vet, flasim, po, ne do të flasim. ata do të flasin, po ata flasin kot, edhe ne do të flasim. Ama ne do të flasim tjetër gjë. Ne nuk do të Kur'an dhe merrem. sunet. Ne do të flasim atë që e thot Allahu, atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah që përlef të që kjo një këshill personale për mu, si kur e nisja podcastit, be shumë komente kish. Po. Kish edhe lefdot, Allah është përblef, po kish edhe fyrje shumë privat në TikTok, sen. Unë si sham mësu, jo zhëllarët jeni mësu, keni dorë në skejnë moti, po unë si sham mësu dhe unë nervozoj në fillim, po mëse me kalimin e kohës i lash, edhin, hajde vazhdo. Patjetër. Mirë po edhe diçka që kam ngushllon edhe po të pyes shumë direkt, është e vërtet, ngushllon një fakt që këto që na fyjnë në Facebook, në TikTok, në Instagram, në ditën e gjykimit, a do të llogaritën për fyrjet e tyre që na i kanë bënë? A do të na i marrin gjunahet? Po sigurisht. Është interesant tash ne kur flasim edhe për pjesën të cilët besojnë, po edhe për pjesën të cilët fyjnë edhe ofendojnë. Po, Tash ne kur flasim qëllimi jo nuk është hakmiremi. absolutisht. Se neve na vjen keq, atë besohet, a nuk të besohet, a di në sa raste më vjen keq për njerëz të cilët janë kundër islamit. Po, po. Hajde, se ne jetojmë është pjesa e Europës, janë vendet që ka një pjesë të konsiderueshme që nuk janë musliman. A di në sa raste më vjen keq. Kupton? Po, po. Pse? Po mendoj që një pjesë e madhe nuk e njohin islamin. Nuk janë të ditë që janë të Nuk bon. e din islamin. Nuk e kanë parasysh. Dhe ata mendojnë që tash me ato ofendime janë kot, nuk vlen, ofendimet janë me mira vet, po islami nuk është ndal asnjëherë. Islami nuk është shujt asnjëherë. Edhe në këto troje, islami ka qenë, islami vazhdon, jo që vazhdon, islami forcohet. Islami shtohet. Islami sidomos në këtë kohë, po unë nuk e di, po besoj edhe më të vjetrit, nëse ju bëjmë pyetje, nuk din ndonjë kohë që ka pas të ri të interesuar më shumë se në këtë kohë. Nuk dim. Dhe kjo është në aspektin e numrit, po qoftë edhe në aspekte tjera, nëse i sheh interesimin e madh të trive edhe të rejave për xhami, për din, për Kur'an, për interesim, për çështjet e fesë, e sheh që interesimi është i madh. Kjo t'jep me kuptu që Islami ec, Islami vazhdon, Islami forcohet me ata ose pa ata. Po çfarë? Neve na vjen keq. Edhe për krejt ata se do të vijë momenti do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Dhe në këtë rast ju themi atyre edhe të gjithë atyre të tjerëve që janë kundër islamit edhe flasin, edhe shpifjen, edhe akuzojnë. Merrni mësim. Merrni mësim prej tjerëve para se të bëhet vonë. Se ju keni nevojë. Vjen momenti që bëhet vonë. Armiku më i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Abu Jahli. Armik më i madh në Mekë. I cili ka torturuar, e ka maltretuar, e ka qenë kundër atyre besimtarëve të dobët. Në fund përfundoi ai dhe përfundon ata. Ata kanë qenë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plancin e devës ja kanë hudhur mbi kokë. Mirë, u kry. Ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ku është Abu Jahli? Ata kanë qenë që e kanë përgjak Abdullah ibn Mesudin. Vdiqën të dytë, a kanë vdek të dytë? Të dy kanë vdek, edhe Abu Jahli, edhe Abdullah ibn Mesudi. Edhe Abu Lehebi, edhe Abu Bekri, krejt kanë vdek. Mirë, po ku janë? A ke dëgju dikan deri sot që e lavdron Abu Jahlin? A ke dëgju dikan që e lavdron Abu Lehebin? Por kundrazi, gjithë ummeti islam edhe në namazet e tyre e lexojnë tabbet yada Abi Lehabin wa tab. A ju po shtrofshin duart, qoftin në çmuar kush? Abu Lehebi, dhe ashtu qoftë. Për çfarë arsye? Për zullumin. E tash ka një pjesë e njerëzve këta të dobët. Abu Lehebi ka qenë pozit, Abu Jahli ka qenë njeri i nivelit të nalt, të ati vendi, të ati populli. Ti i dobët. Ti nuk i as një lloj pozite, as një lloj fuqie, as një lloj argumenti, as një lloj gjoje. Me çfarë mundohet me një status? Miskin. Mundohet TikTok atje me shpif ndonjë gjë. Mundohet me ndajt ndonjë video, na e shohim ndonjëherë, që ti ke fol 50 minuta, ai ndon 2 minuta, mundohet ty me ta bën një. Këta janë kurtha dopta. Janë lojra të thjeshta të iblisit. Kjo është ajo pal e dobët e mangot. A ju kushtohet rëndësi? Ju kushtohet rëndësi më shumë për atë aspektin që argumentet e islamit janë shumë, ju jeni të dobët. Se jo që luajnë ndonjë rol, nga se roli më i madh është roli i karvanit i cili ecë dhe nuk ndalet dhe vazhdimisht ngarkohet me ata që e duan Kur'anin edhe Sunetin. Elhamdulillah,
ata të cilët kanë gabuar, bujrom. Bënë. Dera është hapur. Alhamdulillah. Dera është hapur për udhëzim, për pendim, për përmirësim deri kur? Deri para se të vjen vdekja. Në Pas momentin vdekjes, që vjen mo. vdekja, përfundon çdo gjë. Alhamdulillah. Shkoj me postimin e radhës, çdo ditë tjerët i përcjellim, por prap vdekjen e harrojmë. Çdo ditë na lëndon dynjaja, por prap atë e lakmojmë. La ilaha illallah. Shumë vdekje, sidomos është me rrjete sociale, po marrim vesh i ka shumë vdekje. Çdo ditë. Çdo ditë valla, që sot një Çdo vllai ditë. seros, Po, Allah më po, po. shëroft. Amin, amin. Çdo ditë. Sot, dje, pardje. Normal, tash edhe njoftimet janë më të lehta për me kuptu, po nuk ka ditë që ne nuk e përcjellim dikant. Zakonisht vdekjet e njerëzve kanë dhënë mesazh. Zakonisht. Ka vdek dikush, kjo ka dhënë mesazh për tjerët, edhe ju tjerët mos u habitni shumë. Si janë të pa Mos u vdekshëm. habitni shumë, sa e shek ky i cili ka vdek ka qenë i ri. Ai tjetri që ka vdek ka qenë i shëndosh. Ai tjetri që ka vdek e kështu me radhë. Çdo ditë ne e përcjellim dikant. Prap në fund, kjo është interesante dhe kjo e tregon atë dobësinë ton, ose nga ana tjetër e tregon sa është shtuar lakmia pas dunjas. Sa jemi duke i dhënë rëndësi dunjas, aq shumë sa që vdekjet e përditshme nuk na bëjnë përshtypje fare. Dhe kjo është e keqe. Dhe ti habitesh. Shembull, në një familje, një familje ka rast vdekje. E përcjellë babën, e përcjellë nanën, e përcjellë vllaun, Allah i mëshiroft krejt. Në atë familje, ti e sheh që ka njerëz të cilët i thon vetes musliman. Tash nuk flas nëse nuk është musliman, ai është mandetim tjetër. Mirë po, ai i thot vetes musliman. Rast vdekje kin familje. E përcjell vareza, kryhet varrimi, ka një të pame, nesër ai vazhdon si ka qenë. A hiç nuk i lëm për shtypje fare vdekja që e ka pas në familje. Po e di çka nën kupton ajo? Ajo nën kupton që në atë shtëpinë tënde, ku je ti, në atë shtëpi, të njëjtën shtëpi, ka qenë vizit Melekul Mauti. A mendon? Do me thonë, në këtë shtëpi ka hi mrenda Meleku i vdekjes. Dhe ti ke qenë Qaty afër. Qaty afër. Allah ka caktu jo ti, ati tjetrit. Ama ti ke qenë qaty. Meleku i vdekjes, aty. Dhe kjo është interesant. Pastaj, bëhet larja e gjenazës. Ti jep mësim, e kthjell njeriu pak, por kujtohu pak. Bëhet qefinosja e gjenazës. Bëhet falja e gjenazës. Bëhet përcjellja e gjenazës deri te varrimi, njeriu mbulot me dhe. Krejt kjo, po kjo është një ders i madh. Kjo është një mësim i madh, më i madh se sa ne kur flasim, se ne flasim teori. Teoria çdo herë është më e lehtë se sa ajo e cila është praktik që duket. Po ti nuk e sheh. Ti e sheh që dikand e lëshon në tokë, e mbulon me dhe, edhe hiç nuk ndikon. Kjo tregon që zemrat janë problem. Këta zemra, një pjesë e këtyre zemrave janë të vdekura, një pjesë e tyre janë të smura, varësisht prej shkallës së tyre, mirë po, të ata të cilët nuk ndikon asgjë, kjo është shumë e rrezikshme. Dhe tash, ktheu kanë e dynjas. Një ditë në dynja ki dhimbje, një ditë në dynja ki lot, një ditë në dynja ki vaj, një ditë në dynja ki smundje, një ditë ki sprova. Edhe krahasoj të dyat. Ama kjo t'jep me kuptu, prej kandit tim, unë e shoh që e kemi marrë dynjon shumë serios. E kemi marrë dynjon tepër serios. Dhe shikoj njerëz, nëse ju prishet pak dynjaja, çfarë reagime kanë? A pak me prek në dynja? Reagimet janë të fuqishme, të ashpra. Çështja e dinit, andaj është e thjeshtë, secili e ka drejtimin e vet, secili e ka përgjegjësinë e vet dhe heshtje. Dhe kjo është e rrezikshme, kur dynjas i jepet kaq shumë rëndësi. Jo, mos më dhon rëndësi, se edhe na jetojmë, edhe na punojmë, edhe ne angazhohemi, edhe gjitha obligimet që i ka njerëz i kemi gjithë. Mirë, po jo, sa është e rëndësishme një darsëm sot. Kur një familje ka darsëm, sa i kushton rëndësi? Në gjitha aspektet. Ta cakton restoranin, ta cakton atë, ti blen ato, dhuratat, veshjet, gjitha gjëra që i takojnë do të mundot në maksimum, edhe nëse nuk i ka kushtet, ndoshta nuk i ka aq kushtet, ama do t'i merr gjitha sebepe që në fund dasma ati del
sa më mirë. Sa më perfekt. Po vdekje nëse ka, një të pamë, ke pas është me rëndësi e pamje. Njerë do t'i kushtojnë, kanë me ilon, me punë, me krejt, me gjitha gjërave, këto ma shumë janë adete, ma shumë janë tradita, nuk është fe, po është tradit, në rregull. Mirë po, gjithë këtyre ju ke kushtu rëndësi, vjen koha namazit nuk falesh, kjo t'jep me kuptu që janë ndru vendet. Dhe dunjaja është bëhe madhe për neve, ahireti është zbeh. Ndërsa ata gjenerata që ahireti ka qenë i madh, dunjaja është zbeh. Dunjaja ka qenë e vogël. Si që ka thonë Ibn Taymije, me sa më kujtohet, shfrytëzoje dunjan si atë gomarin që është shfrytëzon. Ki nevoj, shfrytëzoje. Ki nevoj, ajo është me rëndësi. Ama e shfrytëzon edhe kthehesh. Si atë vendin ku e prish abdesin, shfrytëzoje, është me rëndësi se duhet, nuk mundesh ti me jetu ndryshe. Shfrytëzoje, ama mos e ban kryesor. Mos e ban çështja më e rëndësishme është çajo. Nuk është më e rëndësishme. E tash dunjan shfrytëzoje. Shfrytëzoje është me rëndësi se me dunja fitohet ahireti. Nuk fitohet ahireti ndryshe, xheneti nuk fitohet ndryshe. Me dunja, ama mos e ban dunjan qëllimi kryesor. Prej këtij kondi për çdo ditë tjetër ti përcjellim. Për çdo ditë. Pra vdekjen e harrem. Kjo është interesante. A ke pa ndonjë gjë që dikush ta përkujton për ditë? A e haron? Nëse për ditë ta përkujton dikush, a e haron? Nuk e haron. Vdekjen për çdo ditë e shohim, pra në fund e harrem. Interesant kjo punë. Dhe kjo neve apo secilit që e synon kënaqësinë e Allahut, shpërblimin e Allahut, kjo do t'i jap një mesazh të rëndësishëm që ta ketë parasysh dhe të mundohet, jo mos jeton, të angazhohet krejt, mirë po mos ta harrojmë ahiretin. E vërtet. Allah na bëft të tillë. Amin. Shkoj me postimin e radhës. Jo çdo herë që nuk i kundërpërgjigjesh dikujt don të thotë që nuk ke mundësi ta bësh atë. Ka mundësi që nuk don të biesh në nivelin e tij. Domethënë, Po. Unë muj me të përgjigj. Po. Po s'po du me ra nivelin tanë, se si Ndodh kjo. Ndodh në shumë raste me mendi përgjigjesh. Kupton? Po. Që ndodh që dikush ka shkruar kundër teje, ka shkruar kundër meje, ose s'ka të bëjë me personin, ka të bëjë me ndonjë çështje, ka në rregull. Në disa raste ju përgjigjesh, ja kthen përgjigjen. Ama me hin realitet, me shkruajt, Sa të më analizu pak. A ja vlen, a nuk ja vlen. Jo çdo herë edhe çdo kujt i kthehet përgjigje. Nëse mbetesh çdo herë edhe çdo kujt mi kthy përgjigje, ne do të mbetemi shumë brapa në aspekte tjera. Nuk mundesh mu marr me atë e cila është e rëndësishme duke u marr mua mbyll gojën secilit. Po jo, ta shembull, unë për vete mund të flas, nëse e shoh që ka kundërshtuar dikush që ka një lloj baze, një lloj niveli që e meriton fjalën e atij me marr serioz, nëse shikon ditë dinit, më thonë nëse është pyetje ndonjë hoxh, nëse është pyetje dikush i cili ka njohuri, ka frikë Allah, në rregull. Atëherë unë këtë do të më marr serioz. Edhe nëse jam gabim, do të tërhiqem. Nëse nuk jam gabim, atëherë unë mundem me shkrujt, me kundërshtu se jo, atë që e thuti nuk është. Atë që e thuti nuk qëndron. Mirë po nëse është niveli. Ose nuk është prej kondit fetar, po është dikush tjetër, kushdo që tjetë, mirë po shkruan në një gjë kundër islamit, apo kundër hoxhallarëve, kundër dikujt, nëse e meriton, ne do t'i japim përgjigje. Mirë po në disa raste janë njerë që shkruajnë, aj bile shpreson, andër e ka që ti kundër përgjigjesh. Ti të faktorizohet. Po, ai do më thonë shkruan, kemi në raste i kje parasysh disa prej atyre të cilët mundohen pa tjetër të jenë në skenë. Pa tjetër. Ama ti nuk je be për në të skenë. Nuk je. As nga në njohuris, as nga në dituris, as ndo një aspekt tjetër. Dhe ta shka meret me një hoxh, ai nuk ja kthen. Meret moxhën tjetër, ai nuk ja kthen. E me shkrim, por sëri nuk i përgjigjet. Me video, por sëri. Dhe tash ai nuk bëhet rahat. Deri kur? Deri dikush ti përgjigjet. Po çka është më e mira? Më e mira është mos ju përgjigj hiç. Pse? Se nuk e meriton. Ai don nëpërmjet emrit dikujt të ngritet. Nëpërmjet famës dikujt të merr pak famë. Mirë, po në këto raste nuk do të më dhon as famë, as emër, as asgjë se nuk e meriton. Nëse e meriton, atëherë po. Mirë po, ajo e cila thuhet, do me thonë,
Jo çdo herë që nuk ja kthejmë dikujt ose nuk i përgjigjemi dikujt, nuk kemi argumente. Ka argumente, ka fakte, ka mundësi për t'u përgjigj. Mirë po, ndonjëherë mos me rana atë nivel, leje ma aq. Alhamdulillah. Inshallah. Postimi i radhës është më së shumti atë e don ai që sunetin e tij e pason, sallallahu alaihi wasallam. Po, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përgjithësi. Për atendimi që e du pejgamberin. Po, tash nëse ju bën pyetje njerëzve se cili mundet me thon apo edhe thot unë e dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka një musliman i cili thot jo? S'ka si. Se cili, bile mundet me thonë unë e du ma shumë se ti, kupton? Në rregull. Mirë, po kjo nuk ka ndonjë matse apo ndonjë peshore që ajde ne tash ta peshem. Mirë, po ka një provim. Ka një provim i cili e nxjerr në shesh atë pretendimin. Se ti thu që e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, atëherë ku jeti me sunetin e tij? Ku jeti me rrugën e tij? Ku jeti me pasimin e tij? Ata që e kanë dash më shumti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë sahabet. Sahabet e kanë dash më shumti. Si kanë qenë sahabet në raport me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj kthehu ti sot. Domethënë njerëz të cilët supozojnë, pretendojnë, thonë, ndoshta ne e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pasimi i tyre nuk është pasimi i sunetit. Atëherë kjo nën kupton që nëse e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasoj atë. Në çfarë? Në gjitha aspektet. Në çështjet e bindjes, në çështjet e besimit, në çështjet e ibadetit, në namazin, në agjërimin, në zakatin, në gjitha obligimet, në largimin nga të këqijat, në raport me familjen, në raport me rrethin, në raport me shoqërinë, në gjitha ato sjelljet e tij, derisa edhe në gjërat më të vogla. Derisa edhe në çdo çështje që ai e ka jetuar në aspektin e fesë. Jo në aspektin e dunjas, në aspektin e dunjas është diçka tjetër. Në aspektin e fesë, çdo gjë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë, e ka vepruar në aspektin e fesë, në këndin e fesë, ti duhet të jesh aty. Tash, a janë njerëz krejt barabart, gjithë ummeti janë barabart në pasim? Jo. Sa më shumë, ai i cili është më shumë në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e do më shumë. Sa më larg pasimit, ai e do më pak. E tash këtu kjo ta jep edhe një kundërshtim me atë pjesën apo me atë palën e bidatit. Domethënë ai i cili mendon se unë dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama me bidate. Unë dua me bidate. Unë kur vjen ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë e festoj. Kur vjen hijreti i tij, unë e festoj. Kur vjen ndonjë natë e madhe që ndoshta nuk qëndron fare, unë e festoj. Dhe unë i baj gjitha këto se dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja. Këtu e ke gabuar rrugën. Dashuria e tij, pasimi i tij. Kështu tha Allah në Kur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Thua ju atyre, nëse ju e doni Allahun, pasojeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Më thonë edhe për Allah. Po, edhe nëse thua që e do Allahun, po, pasoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është modeli. Dhe tash e shohim në këtë kohë e modernizimit, në këtë kohë e ndryshimeve të shumë aspekteve të dunjas, fillon në disa raste të modernizohet edhe çështja e fesë. Dhe shet ashtu njerëz të cilët mundon me përshtyt sunetin ama në forma tjera. Domethënë, nuk është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti me lëshu një mjekër apo mi shkurtu ato teshat e tua apo çështja ushqimit, çështja e pijes, nuk është ky suneti. Suneti është dhe mundohet me pastaj me suneti është i madh. Edhe ne e themi atë, suneti është i madh. Nuk është suneti vetëm kjo, me pi ujë me dorën e djathtë, nuk është vetëm kjo, nuk është. Mirë po, është edhe kjo. Mëse në nçma. Nuk është vetëm kjo, ama është edhe kjo. Nuk është vetëm kjo, jo, nuk është në asnjëherë, megjithëse e ki parasysh tash kur ka një mënyrë tjetër të reagimit ose të kundërshtimit, mundohem me paraqit palën apo kundërshtarin në një anë, në një aspekt sa më të dobët. Mirë, po nuk është e vërtet. Unë nuk më ka ra as me dëgju, as me pa dikant i cili thot suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mjekra apo një gjë tjetër. Jo, prej sunetit. Sa suneti i madh, gjithë ajo jeta e besimtarit që duhet të jetë suneti, në mesin e atyre krejt suneteve është edhe kjo.
Dhe tash ti e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po, në çfarë aspekte? Në gjitha aspektet. Dhe s'mundesh me thonë, këte mere, këte leje, këte zgjedhe, këte pranoje, këte kundërshtoje. Jo, gjitha ato, tash, sa emrin, është problemi jotë. Sa jenë në nivel të pasimit sunetit, pra po mirë, po kur është e keqja, kur e kundërshton. Se ndoshta unë s'mundem me imrive, unë e di, sunetet janë plot, unë e krejt sunetet, ndoshta s'muj me vepru, ama me kundërshtu një sunet, ja. Thonë me kundërshtu, as njëherë. A ndoshta disa muj me ilon, se s'muj me imbri, ndoshta është dobësia ime, ndoshta e kështu me radhë, kjo është kënë regull. Ama me thonë kundër, një fjalë kundër sunetit, kjo nuk pa. Kjo nuk qëndra, kjo nuk në takon. Por atë, ai i cili, sa ma shumë ne këtu jemi në garë, gjithë umet janë në garë, gjithë muslimant janë në garë, sa ma afër pasimit sunetit, sa ma shumë pasimit sunetit. Ku jemi në raport? Dikush është ma para në garë, dikush është ma mbrapa. Mirë, po së paku mos të jemi nga ata që e kundërshtojmë sunetin, nga ana tjetër e ngrisim dhe e lavdërojmë bidatin. Dhe pastaj tash, jo be, mjekra nuk është kur gjo, ajo nuk është kur gjo, kjo tjetra nuk është kur gjo, mirë po, ama me festu një gjo, po si u bo kjo me madhe? Si u bo kjo? Edhe nëse e thu që kjo është e thjesht, kjo ka argument, po si u bo kjo tjetra, që s'ka fare argument, atëherë do me thonë, e shet që kujte dhe si kushtot rëndësi, jo, a e don pejgamberin sallallahu, po, pasimi ti. Jo vetëm në këto gjëra, që prapë mos kesh kuptohet, po në gjitha aspektet. Në gjitha aspektet. Pasimi ati që ne e kemi model, e kemi shembull në çfarë aspekti? Në krejt aspektet. Që ka të bëjë me çështjen e fesë. Çështjen e dunjas, pastaj është e jotja. Mirë, po në çështjen e fesë, pasimi i modelit. Allahu e dërgoi uswatun hasane. Shembulli më i mirë. A është pasimi. Sa e pason, aq edhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkojmë ne me postimin e radhës, ku keni shruar kështu, sjelljen e vërtetë të njerëzve do ta kuptosh atëherë kur ata nuk kanë nevojë për ty, se përderisa kanë nevojë për ty, të gjithë do të sillen mirë ndaj teje. Kjo është shumë e vërtetë, fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Edhe është realitet që në disa raste, apo ndoshta shumë raste, njerëz nuk mundesh me i kuptu tamam natyrën që janë. Pse? Për shkak të ndonjë nevoje, ndonjë interesi, sidomos ata të cilët kanë fuqi, ata të cilët kanë pozit, ata të cilët kanë pasuri të madhe, ata të cilët kanë ndonjë post e kështu me radhë, ata s'mund t'i njohin njerëzit. Nuk i nje. Ti njerëz nuk i nje. Pse? Por ti krejt be janë të mirë. Krejt janë të mirë. Pse? Kanë nevoj për ti. Në momentin që s'kanë nevoj për ti, atëherë fillon mu njoftu. Atëherë ti njoftohesh me njerëzit. E ata të cilët nuk kanë këto lloj të kategorive që janë të tjerët, ata të cilët janë njerëz të thjesht, njerëz normal, me një standard mesatar, ata i njohin njerëzit më mirë. Mirë, po ata ndodh në raste të caktuara. Dhe kjo ndodh me neve, dhe me mua, dhe me ty, dhe me secilin, dhe por derisa dikush ka nevojë për ty, a sillet keq? Por derisa dikush ka ndonjë interes, a sillet keq? A është me ti. Mirë, po ti kur e kupton realitetin ati, realitetin e pastër, ta ti e kupton atëherë kur s'ka asnjë interes. Asnjë nevojë prej teje. Dhe alhamdulillah, kemi njerëz plot, të cilët prej neve nuk kanë asnjë lloj interesi, asnjë lloj nevoje. Ama ai është me ti çdo herë. Edhe ditën, edhe natën. Edhe nesër me post ai nevojë për ti ose interes prej teje, ti e di kush është. Po valla. Ti e di. A ka njerëz të cilët largohen edhe afrohen, domethënë afërsia dhe largësia e tyre është këtë mbas nevojës edhe interesit. Po valla. Ata njerëz normal nuk janë të dobishëm në një shoqëri në mesin e njerëzve. Shumë e vërtetë. Shkojmë me postimin e radhës, ku keni shkruar në shumë raste të cilat të ndodhin sot në jetë, ngushlimi i zemrës nuk të thotë tjetër veç se elhamdulillah që ka një ditë të madhe ku njerëzit do të llogariten dhe çdo gjë të delë në shesh. Hoç, kjo edhe unë shpesh më ndodh.
Shembull të kanë bozullum dikush, të ka përgoju, të ka shat, ka... Bish kur e paramenon, elhamdulillah thu që ka ditë gjykimi. Ka marrë dita, si cili ka me Po. marrë hakun e vetë. Po. Kjo t'jep të kuptosh që jo gjitha gjërat që mund të ndodhin në dunja do dalin në shesh. Mund të ndodhin pa drejtësi, akuza, fajsime, gjithçka. Shihen. Dhe në fund ka mundësi që nuk dalin në shesh. Dhe ti e di, domethënë, ti je ai i fajsuari. Bile dhe krime të rënda. Po, deri në shkallën më të lartë, domethënë. Prej fjalëve, prej një shpifje, deri në vrasjet e mëdha. Tamam? Mirë po. Ti mund t'jesh ajo pala e dëmtuar. Ti mund t'jesh pala e akuzuar. Ti mund t'jesh pala e fajsuar. A do dalin krejt? A do sqarohen? Se e ke pa, në shumë raste do vije dita. Do dalin në shesh. Po, në disa raste ndodh vjen dita edhe kuptohet që filani s'pas ka qenë gabim. Këta që e kanë akuzu vjen dita. Po në disa raste nuk vjen dita hiç. S'vjen dita hiç. Domethënë ajo dita që ti shfajsohesh nuk vjen në dunja. E çka duhet me botash? Them elhamdulillah. Elhamdulillah. Ka një ditë madhe. Se ti në dunja është shumë e lehtë. Ndoshta ti mban dam, unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ti mban pa drejtësi, unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ti m'akuzon, shpif, e mrandon, po unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ka shumë njerëz, sidomos neve apo njerëz të cilët janë publik, ka shumë raste që njerëz flasin. Dhe ti si e në gjendje me ja kthy krejtve. As nuk mundesh mu marrë me krejt, as nuk mundesh për çdo gjë ti me dal me mbrojt vetveten ose me shfajsu vetveten. Dhe në fund çfarë? Alhamdulillah. Ka një ditë madhe, megjithse disa gjëra kuptohen në dunja. Kuptohen në dunja. Vjen momenti, ndoshta kalon një vit, dikush ty të ka ofendu, të ka randu, të ka bën ndonjë dam, ka mendu që ti je, ka mendu, ose i kanë marrë informatat e gabume, ka mendu kundër teje, pas një kohë kupton, jo vëlla, nuk është e vërtet. Nuk ka qenë ashtu, po si ka qenë ndryshe, vjen edhe thot ma ban halal. Po. A u kri? U kri, elhamdulillah. Ne raste të tilla kemi plot. Sa për njerëzve kanë thonë, o gjona se kemi ditë, ne e ban halal. Po halal e kjo vëlla, elhamdulillah. A di pse? Se unë e kam ditë që ju se keni ditë. Unë e kam ditë. Po, unë e kam ditë, domethënë se ti ke marrë informata prej anëve të cilët kanë fjalë të kota dhe nuk kanë të argumentuar asgjë, dhe ti e ndiku prej atyre muhabeteve dhe në atë frymën e zhurmës ke marrë pjesë. Mirë, po e ke kuptu, elhamdulillah, ne e ban halal. Halal e ki. Kjo ndodh, po nuk ndodh çdo herë. Nuk ndodh çdo herë. Në disa raste ndodh që dikush i ban krejt këto edhe në fund kur nuk thot ma ban halal. Kur? Dhe ndoshta vjen vdekja dhe ai vdes edhe ti vdes pa lip fali asnjëherë. Dhe ai vdes me mendimin që ti ke qenë gabim. Tamam? Ti vdes me mendimin që ai ka qenë gabim. Dhe në fund, elhamdulillah, ka një ditë madhe. Ka ahiret. Elhamdulillah, nëse unë jam gabim, ka ahiret. Nëse ti e gabim, ka ditë gjykimit, do të dalim para Allahut Azza wa Jall, a ditë që drejtësia është absolute, a ditë që ma nuk ka me ndërhi dikush, a ditë që ma nuk ka me thonë, valla i kam thonë, jo valla unë nuk i kam thonë, jo, a ditë ma nuk ka mënyra të tjera të ikes, a ditë çdo gjë do të vije në vendin e vet, dhe ne, kur jemi sidomos të fajsuar, të randuar, çka themi? Elhamdulillah. Ani be, ani. Le të flasi. Ani, le të randojnë. Ani, le të akuzojnë. Në fund, ka dy gjykimi. Elhamdulillah, ndoshta krejt gjëra në dunja nuk do të pastrohen, edhe nuk pastrohen. Mos shpreson dikush që do të pastrohen krejt. Nuk pastrohen. Shumë që kanë me metë për atje. U pastron dunja. Elhamdulillah. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, ai i cili ka ndonjë padrejtësi me dikan dunja, falyatahallal minhu al-yawm. Le të marr halallëk sot. Dunja është kollaj. Lipe halallëkun. Se krejt edhe unë kam gabu. Absolut. Edhe ti ke gabu ndaj dikujt. Se nuk ka njeri, nuk mundet me ndodh dikush ka jetu në dunja 40 vjet, 50 vjet, 30 vjet. Kur s'ke gabu ndaj kërkujt? Jo, be ke gabu. Edhe unë kam gabu. E di që kam gabu, në rregull. A ka ndonjë mënyrë atë gabimin? Ka mënyra.
O vlla, ma ban halal se ndoshta Prano, është momenti, ndoshta pa qëllim, ndoshta kam qenë nervoz dikun tjetër, Po, unë e kam dhe jam ka shros te momenti ti. çaj me ty, e di nuk ama mujna mi pastru. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le ta pastron, le të lyp halallëk sot para se të vjen dita që nuk ka dinar edhe dirhem. Po. Do të vjen dita e gjykimit. Son ndoshta e ban një shpagim dhe e ban një shfaqsim me 2-3 fjalë. Ditën e gjykimit s'ka ma ban halal. Ma ban halal se unë ja, u desh në dunja, ma ban halal. Ditën e gjykimit as dinar, as dirhem. Çka ka? Shpërblime edhe Shpagimi. pa. Ka sevape edhe gjuna. Në më thonë, unë Ka kam, sevape edhe gjuna. unë kam gjunahe, ti mi merr gjunahet, nëse jam i dëmtuari. Ose unë ti marr sevapet e tua. Po, ti ki fol gjithë natën. Në bazë të asaj, ndahen edhe shpërndahen njëri tjetrit sevapet edhe gjunat. Pra ka thonë dikush për i dietarëve, nëse ashtu, më mirë do ja kisha dhënë dikujt babës edhe nanës. Po jo, more pse t'ja filanit. Bashat që ti je në kundërshtim. Gjithë natën kum fol namaz. Po. E më ja dhon filanit kundërshtarit. Ajo është. Po megjithatë ne e dim domethënë që krejt gjërat nuk pastrohen në dunjë. Po. Mbetet diçka për ahiret, po në disa raste mbetet ngushëllimi vetëm. Absolutisht. Mundosh nga njëra, mundosh nga ana tjetër, mundosh nuk gjen zgjidhje, ngushëllimi vetëm çka të thot elhamdulillah që ka ahiret. Dhe ditë gjykimi. Postimi i radhës, shumë njerëz nuk e duan xhehenemin, mirë po e duan rrugën e cila dërgon në xhehenem. Allahu na ruaj. Rruga drejt xhehenemit. Po. Me ju bë pyetje njerëzve, a don dikush me shku në xhehenem? Jo. Mirë, po nëse e shen jetën e ti, e shen që është duke ecë rrugës për në xhehenem. Subhanallah. Tash ti, a i thot nuk e du xhehenemin. Ama veprat e ti thojnë që ne jemi nis për në xhehenem. A i cili nuk falet. Se zakonisht kur flasim veprat që të çojnë në xhehenem, njerëzit e marrin më një herë atë palën tjetër të harameve të mëdha. Ato janë. Mirë, po para atyre është lania e obligimeve. A e don xhehenemin? Jo. A i cili nuk falet, ku shkon? Njerë zakonisht e marrin më të lehtë, zakonisht e marrin më thjesht. A i cili nuk falet, ti nuk e don xhehenemin. A i cili nuk falet, Allah thot, a i cili nuk falet përfundon në xhehenem. Shkruan Kur'an kjo. Po. Ma salakakum fi saqar. Çka ju bani juve me përfundon saqar? Përgjigja e parë, qalu lam naku min al-musallin. Namazin se kemi fal. Arsia. E shkaku, pse na jemi në xhehenem? Cila është arsia? Namazin. Tash ti, a do me shku në xhehenem? Jo, naudhu billah. Jo, unë me shku në xhehenem. Allahu na rujt. A falesh? Jo. Po ti në qatë rrugë e nis. Kjo rrugë tjetër kund nuk të çon. Asnjëherë nuk mundet me ndodh që kjo rrugë me të çu dikun tjetër. Kjo rrugë është për na drejtim. Mos me agjeru Ramazanin, mos me dhon zakatin, mos me i kry obligimet. Mandej vin haramet. Me vjedhje, me zina, me bigjoz, me kamat, me alkohol, me krit këqijat. Unë nuk e du xhehenemin, ama ti vetë se je duke mri. Ti në qatë rrugë je, përveç nëse kthehesh mbrapa. Nëse e merr një rrugë në autoban, e merr një rrugë ti për një vend, edhe a shembull po themi tash ti e nis prej shku për në Prishtinë, edhe ti je në autoban. Edhe thu jo, unë nuk du me shku në Prishtinë. Po ti ku don me shku? Jo, valla unë du. O valla, ti kjo rrugë në Prishtinë çon, nuk çon tjetër kund. Jo, unë nuk du. Po nëse s'do me shku në Prishtinë, kthehu be valla. Jo, unë edhe po vazhdoj, edhe s'du me mri në Prishtinë ke me mri. Ose ki gajle, Prishtinë ke me mri. A nëse nuk do me mri, kthehu. E keqja është ndonjëherë që haramet, këqijat, gabimet janë njëjtë si në autoban që s'ki ku me kthi. Do të me pas shumë kujdes. Mos me randu vetveten, mos më u boj mvarur prit këqijave, aq shumë s'mundesh mu kthi. Atëherë është keq, ndoshta shumë larg do të më mri, mu kthi dikun. Para duhet shumë kujdes. Ai i cili nuk e do xhehenemin, duhet të kujdeset nga rruga e cila çon në xhehenem. Ka shumë prej njerëzve të cilët janë të këtij lloji. Xhehenemi nuk e dun. E dun rrugën e xhehenemit. Ama në atë rrugë dojnë me mrin xhenet. Allah na ruaj nga xhenemi. Amin. E qartë e thjesht, alhamdulillah. Ishte një përgjigje, një fjalim shumë i mirë. Më pëlqeu. Shkoj me postimin e radhës. Çka më pëlqen se është pak konkrete. Edin
Hajri inshallah. Me atë trup që ti sot po bën reklam, nesër atë në varr krimba do të hanë. Nesër do të kalvesh, do të bësh dhe e mirë ati që nuk e praktikon këtë fe. Se edhe nëse sot ti nuk e do shamin, dije se nesër do të mbulohesh me qefin. Këto janë realitete. Në pëlqin, s'na pëlqin realitete. Po. Trupi jot më leo pak Pa. një 2-3 fjalë ti tham, si koment i kësoj poezisë tonë, thënjes tonë. Po do se me rim. Ka sa dush reklamau, shumë mirë e kisë qeru, domethënë. Ai trup një ditë kanë me hongër krimat. Edhe nuk ka larg ajo. Po. Apo kupton në momenti vdekja 50-60 vet. Kështu që mirë është me reflektu me këtë thonë, nuk është mirë më njerë mu qua është ka tha hoxha. S'ta, hoxha e tha realitetin. Edhe për të mirën e tënde. Apo po kupton. Urdhë që. Po. Me atë trup që ti sot po ban reklam. Une nuk e di ndonjë kohë që ka ndodhur ndonjëherë ti kushtohet më shumë rëndësi trupit, anës fizike, se sa në këtë kohë. Pamja sot për shumë njerëz është çështja kryesore. Diskutimi i trupit për shumë njerëz sot është çështje tepër e rëndësishme. Ndërsa nëse analizon, njerëz janë çaty. Njerëz janë çaty. Çaj trup të. Allah i ka kriju njerëz fi ahseni takuim. Në pamjen më të mirë. Pamja më e bukur, Allah i ka kriju njerëz në këtë pamje. Mirë po çaty janë. Krejt njerëz i kanë dy sy. Krejt njerëz i kanë dy vesh. Krejt njerëz e kanë një gojë. Krejt njerëz i kanë dy duar. Krejt njerëz i kanë dy këmbë. Çaty afër janë. Krejt njerëz kanë gjak, kanë eshtra, kanë mish, çaty. Ti kushtohet tash kësaj anës fizike, gjithë qëllimi që njerëzit me vlerësu dikan në bazë të trupit, kjo se di nëse ka ndodhur ndonjëherë. Na nëse e shfletojmë, e shohim historinë në të kaluarën, nuk më ka ra me ndodh që dikush që është lavdruar, apo dikush që është fajsuar, diskutohet ana trupore. E ke pa ndonjëherë? Ne shembull nga ana e kandit ton, ne tash kur flasim për pejgambert. Njerëz më të mirë janë pejgambert. Në rregull. A i din pejgambert shumë në atë anën fizike, trupore, sa kilogrami ka pas? Shembull, baba i pejgamberve, Ibrahimi a.s. Sa kilogrami ka pas? Kur s'u ka diskutu kjo te? A u ka diskutu ndonjëherë? A e ka hulumtu dikush ndonjëherë me pa Ibrahimi a.s. a ka qenë shumë i trash, a ka qenë shumë i dot, a ka qenë shumë... Pse? Pse jo? Pse jo? Se nuk është Allah kjo. Nuk është kjo qëllimi. Nuk është kjo çështja kryesore. Po çka dim ne për Ibrahimin a.s. Po ato më të mëdhaja që kanë ndodhur në historinë atij, Allah i ka përmend Kur'an. Ai i cili ka thyer idhujt. Kjo është. Ai i cili ka dalë kundër krejt popullit për t'i thirrë në Islam. Kjo është. A i cili është hudë në zjarë, kjo është. Nuk e ka dikë, këta janë të rëndësishme. Këta Allah i ka përmend Kur'an. Musa a.s., Isa a.s., pejgamberi on, sallallahu a.s., që e kanë përshkrujt sahabet më në detaje. Çdo gjë e ki në detaje, si ka qenë pejgamberi sallallahu a.s. Po kur sahabet nuk janë marrë me anën trupore, anën fizike, çështja mesazhi i pejgamberit sallallahu, thirrja e pejgamberit sallallahu, sakrifica, fuqia, aftësia, drejtësia, mëshira me njerëzit, dhe raporti, gjitha këto gjëra janë transmetuar në hadithe, detaje, gjitha gjërat. Sa kilogram? Sahabet, gratë që kanë jetuar në atë kohë, dhe shikoj ti mandej në këtë kohë, sa i kushtohet rëndësi. Edhe ato kanë qenë gra. Edhe pre atyre ka pas të bukura më të mirat e kohës. Mirë, po nuk ka qenë ajo çështja kryesore që janë vlerësu më e bukura e grave të asaj kohë. Po cila ka qenë? Ka qenë Hatixha. Ne nuk e dim, a ka qenë e bukura, a nuk ka qenë sa kilogrami ka pas, çfarë? Nuk e kanë kushtuar si kësaj. Ka qenë Aisha, radiallahu anha, Hafsa, e kështu me radhë. Po ata janë vlerësu, po me çfarë janë vlerësu? E pastaj gjenerat pas gjenerate, edhe burra, edhe gra.
nuk të bie, nuk mundesh me pa dikun që vlerësohet dikush se pamja trupore, fizike ka qenë nuk ka, nga se nuk i kanë kushtuar rëndësi. Cili popull ka arrit diçka me këtë qëllim? Me këtë investim, cili popull, nëse një popull, krejt populli, i kushtojnë rëndësi pamjes fizike. Dhe krejt mundon me kanë pamjen më të bukur. Ku arrin? Që është arritja? Jo, popujt kanë arrit me fuqi, me ekonomi, me investim, dituri, me investim në aspekte tjera. Kanë arrit popujt, kanë ecë përpara, e kanë udhëheq botën. Mirë po me çfarë? Vetëm duke u zbukuruar, vetëm duke u munduar që pamjes fizike dhe tash fatkeqësisht ndoshta nuk kalon moment që njerëz flasin, sidomos kjo është nga ana e grave, të cilat i kushtojnë edhe më shumë rëndësi, që diskutohet çështja e kilogramëve. A ke hip, a ke ra? Mirë po, a ke pa që diskutohet çështja e imanit? A ke hip, a ke ra? Se kilogram shkojnë të nalt e poshtë, edhe imani shkon të nalt e poshtë. Ti me imanin, a je ma nalt, a je ma poshtë? Jo, me kilogram, a je ma nalt, a je ma poshtë. Dhe tash nëse jam ma nalt, unë pak kam shtu, çka du të me bo tash? Tash unë kam i marrë krejt se vepet, pa tjetër me ra se u bo pak si shumë. U bo kiameti. U bo pak si shumë. Ka në imanit, a bo ndonjëherë pak si shumë? A u bo pak si shumë? Që tolero, u bo pak si shumë. Jo, nga në imanit, tash nga në e dunjas, ndoshta të me marë lloj gjëra për dopsim, lloj ilaçe, lloj përdorimi shumë gjërave që me arrit qëllimin. Çfarë? Pamja trupore. E tash, e arrite. Dhe keqja është kur kjo arritje pastaj shfaqet. Dhe dalin publik. Se arrite dhe je privat për burin tënd ose për vetveten, familjen tënde, është diçka tjetër. Mirë po. Tash e ka arrit, dhe çka do me bë tash? Me dal në publik. Reklamim. Dhe me pa krejt se shikoje. Tash me këtë trup që ti ke investu, je mundu, ke arrit, ndoshta s'ka arrit as ndonjë shkollë, as ndonjë studim, as ndonjë të arritur të dunjas, as qëllim, mos flasim qëllim të ahiretit. Çka ke arrit? Në pamje mu duk. Mirë, e arrite. Tash shka? Tash me shfaq në publik. Dhe njerë do të shohin. Sa sy e shohin, a gjunah e ka. Dhe kjo është e rrezikshme. Përpara një femër, edhe nëse ka dal, lakuricin e saj, sa njerëz kanë mujt me e pa? Pak, po. Shembull, ka dal në rrugë, prej një vendi një vend tjetër, e lakuricuar, si në këtë stilin tash, dëzbuluar, del prej një vendi një vend tjetër, sa sy e shohin? Pak. Sot, sa sy e shohin? Rrjete sociale. Sot e shohin, ka mundësi që një video thjesht e dobët, një video e kot që del dikush ban disa lëvizje tonës trupore, fizike, për të reklamuar, për të treguar krejtve, a pe shihni? Ajo është, mund të shofi 1 milion vetë. Po? 1 milion. Për para kjo nuk ka ndodhë. Sot 1 milion. Ato 1 milion janë dëshmitar kundër teje në ahiret. Krejt do thonë që po, ne e kemi pa. Dhe kjo është ai aspekti apo ajo ana e gjunahave të cilat janë gjunahet haptas. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, gjithë ummeti im janë i falur. Allahu ja fal kur om sheft. Kur është publike. Është e mbyllur, ka gabu. Këti Allah mundet me ja fal. Pse se këti s'paku i ka ardhur marrë, nuk ka dalme, me ndiku edhe të tjerët që ta bëjnë gjunahun ati. Tha gjithë ummeti im janë të falur. Illa përveç, janë një grup që Allah nuk ja falë. Kush janë këta? Ata që dalin haptas. E këta që dalin haptas, me foto, me video, po edhe njëtën e përditshme në mesin e njerëzve, gjunahu është i madh, gjunahu është i rrezikshëm. Në rregull, i bane krejt. E arrite trupin, e arrite pamjen. Edhe famën me reklam. Pan njerëzit, të lavdruan njerëzit, ti shkruajtën 1000 komente. Komente, i arrite krejt. Vjen momenti edhe vdiqe. Erdhë momenti. Këtë e di edhe ti edhe une. Realitet. Edhe ajo që del, edhe ajo e di. Erdhë momenti vdiqe. Cila është veshja e parë?
Peshja e parë është qefini. As me ndonjë firmë, as ndonjë brand, as ndonjë emër, as ndonjë kualitet, një qefini thjesht. I ba. Dhe pastaj, qaj trupi që ti ke menduar se me atë po arrin ndonjë gjë, do ta hajnë krimbat në varr. Çka do të mbetet? Do të mbeten veprat, do të mbeten sevapet, apo do të mbeten gjunahet. Andaj ne me këtë mesazh kemi dashur që t'ju themi, ki kujdes, se ma trup që ti ban reklam, ky është fundi. Krimat. Ki kujdes. A trup mbuloje për hir të Allahut azza wa xal, jo për njerëzit, jo për që flasim ne mund flasim, mund mos flasim, nuk ka. Për hir të Allahut azza wa xal, mbuloje atë trup, mbuloje atë pamje, atë bukuri, atë çdo gjë që ta ka dhënë Allahu, ruaje për atë që i takon. Atij që i takon, dhe jo çdo kujt tjetër. Ruaje për hir të Allahut azza wa xal, nga se një ditë do të pendohet. Një ditë njeriu do të pendohet për gjitha këto gjuna që i ka shkaktuar dhe në fund e sheh që nuk ka fituar asgjë. Përveç se gjuna ndaj Allahut, hidhrim ndaj Allahut dhe në fund dënimin e Allahut, Allahu na ruaj. Hoxha Allah që përbleft, se di pse kam një parandjen që pasi ta dëgjojnë këtë këshill nga zemra që e dhove ti, shumë vajzat të cilët janë ekspozuar dhe ta praktikojnë, do të mbulohen Inshallah, ne shpresojmë qëllimi jon edhe kur shkruajmë, edhe kur flasim, është vetëm për të mirë. Vetëm për hir të Allahut që ta përcjellim atë e cila është më e mira. Nga se ua duam të mira njerëzve, nuk duam një gjë që ne e posedojmë, e kemi nga argumentet e fesë Allahut ta mbajmë vetëm për vete. Unë përderisa e di një gjë, duhet me ta thonë edhe ty, edhe atij tjetrit, edhe krejt atyre tjerëve që sot mos vije momenti që nesër bëhet vonë. Po inshallah. Alhamdulillah. Shkojmë me postimin e 10. I kam 13 postime për këtë podcast. Nëse ke probleme me të gjithë njerëzit, dije se ke problem serios me vetveten. Ai zban, ki zban. Po. Ka njerëz që kanë problem me krejt. Ai i cili ka problem me krejt, duhet mu ndal pak. Ka raste që ne duhet mu ndal me vetveten. Edhe me prit tash pak. Unë kam problem në familje. Unë kam problem me vllaun tim. Unë kam problem me fëmijën tim. Unë kam problem atje në punë. Këtu të mu ndal pak. A thu krejt këta janë gabim? Apo do të me nis me e këshillu vetveten, edhe me i thonë vetes, ndalu pak, se këtu ka diçka. Ai i cili ka problem me krejt, ka njerëz të cilët kanë problem me krejt, tash me krejt në kupton me shumë njerëz, se bashkë me krejt nuk ka problem kurkush. Mirë, edhe ai keqi ka me gjet atë shokun e keq, kupton? Mirë, po përgjithësi ai i cili ka probleme me krejt. Bile kur kam shkruajt një prej rasteve, ka pas disa që janë mundu me reagu, ndoshta veç për kundërshtim, po ndoshta edhe për shfaqsim të vetvetes. Se ndoshta dikujt këto fjalë i pengojnë se ai ka problem me krejt. Edhe tash thot, e ka mizën në kapos. Nuk do me thonë nëse ki problem me krejt, ti mund t'jesh mirë, ki problem me krejt. Po si mund t'jesh mirë? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të shihet tash argumentin. Dhe kjo është e keqja kur në disa raste njerëz mundon o xhallarëve me ju tregu ders, me ju tregu fe, me ju tregu gjëra që nuk janë kompetent. Kupton? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas problem me krejt? Ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas problem me krejt njerëz të këqij. Me idhujtar, me njerëz. Dhe atë jo problem, po i ka thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë problem për ata. Mirë, po në raport të anës së dunjas, si është quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se t'i thirrë në Islam? El Emin. Kush e ka quajtur? Besniku i mirë. Kush e ka quajtur? Idhujtarët e kanë quajtur besnik. Për çfarë arsye? Pa s'ka pas problem me kërkant. Me asnjë nuk ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam problem në aspekt dunjas. Kur i ka thirrë në Islam, atëherë është diçka tjetër. Tash ti nëse ki problem me dikant se e ke thirrë në Islam, kjo është në rregull. Mirë, po ne këtu nuk flasim për atë aspekt. Ne këtu flasim nëse ti ki problem me krejt njerëz për gjërat dunjas, për gjërat kota, dhe ai i cili është
problematik. Ka tipat njerëzve, ashtu e ka tipin, ashtu është lloji. Mu përgja me ki. Ai është magnet i problemeve. Ai gjen probleme, edhe aty ku s'ka problem, ai e gjen. Edhe aty ku nuk ka, ai e shkakton. Ai ja ban çaren, e ban si e ban, ta nxjerr një problem. Po ku e gjete be vëlla, ai e gjen. Dhe kështu ndodhi, e ki parasysh, ndodhi në kohën e Musait a.s. Një person i cili kish pas problem me dikant. Sot, Musa a.s. e ndihmoj. Po nesër, i njëjti person pra problem me dikant. Po që kjo është? Kjo është. Ti djet, ju kape me filanin. Që unë i familjes, ndihmova. Po sot, prap sot me dikant tjetër. Këtu ka diçka. Ja, çka i tha Musa a.s. Inneke legawijum mubin. Ti problematik, o vlla, ti zboshra, ti unë sot me ndihmu, ti nesër prap. Se ti çaj lloj tipi. Ai i cili ka problem me krejt njerëz, ka problem me vetveten. Çka do të më bë? Rri pak në shtëpi tënde, rri pak me vetveten, fillo analizoj pak punët e tua ku i ki, gjendjen tënde, fillo pak me fajsu vetveten, edhe fillo me korrigju vetveten, që mos me pas problem me krejt, dhe me i pastru raportet me njerëzit, se nuk është e mundshme dikush të vështirë është me ndodh dikush të ketë problem me krejt, edhe në fund ai të jetë në drejt. Postimi i radhës është kjo në ka kap ketëve këto Facebook-ashve, Instagramit e keni shkru kështu. Sot më shumë njerëzit mundohen të tregojnë të tjerëve se janë duke u kënaqur në jetë, se sa që mundohen të jenë të kënaqur në të vërtetë. Kjo është probleme. Është jeta publike e njerëzve edhe shfaqja e të mirave publikisht. Megjithse a janë, a nuk janë, a është mande një temë tjetër. Do me thonë, jo çdoherë ashtu si duket, ashtu është. Së është ashtu. Mirë, po sot njerëz, një pjesë e madhe, ndoshta jo krejt, një pjesë e madhe e njerëzve e kanë shumë me rëndësi, me mujt me ju tregu tjerëve se unë jam mirë. Edhe nëse s'jam qaq mirë. Do me thonë, nuk është me rëndësi unë t'jem mirë. Me rëndësi është tjerët ta dinë që jam të gënash. Ajo është, do me thonë, tash për atë çdo sem duhet publikohet. A ke po, ata që jetojnë për vete, për t'jenë të kënaqur, të lumtur në jetën e tyre, për vete, jo për tjerët, nuk i publikojnë. Shkon kënaqur. Ja nuk e ban publik. Shembull ka qenë pushim. Pushim halal, pushim veror, halal. Ka qenë pushim edhe është kthy. Edhe ti se ke marrë vesh. S'ka pësues në fot. As unë se ka marrë vesh. Ky jeton për jetën e vet. Ose për familjen e vet. Ndoshta ka bo foto, nuk i nxjerr. Ama një pjesë e njerëzve me shku në pushim, mos me nxjerr, ai duket sikur s'ka shku, po për çka me shku atëherë? Pse me shku në pushim? Pse me shku në pushim edhe mos me nxjerr? Atëherë sikur ka të shkit pushimi. Ose ndoshta shkon edhe skalon mirë. Ama fotot janë fotot më të mira. Fotot janë më të mira. Brendia ndoshta është shumë e dobët. Dhe kjo nuk është patjetër në pushim, kjo ndodh ndoshta të e pi një kafe dikund, ose një raport me dikant, ose po njerë dëshirojnë me bë publike atë pjesën më të mirë. Shembull brenda 24 orëve, ndoshta më të mirat i ka 5 minuta. Çato mi bë foto mi nxjerr. Edhe mi u tregu tjerëve që çka shkakton kjo. Kjo është shumë e damshme. Unë e bile në një prej rasteve kam thonë kështu, mandej të kaloj çka shkakton. Në një prej rasteve kam thonë, ma herët është thonë, mos fillo me ngron, pa bo bismillah. Ta është them, mos fillo me ngron, pa e bo një foto. Dhe kjo është ajo rëndësia kujt edhe sa i kushtohet. Mirë, çka shkakton kjo? Për mendimin tim, kjo shkakton shumë dëm. Për çfarë arsye? Jo krejt njerëz e kanë jetën e tillë. Jo krejt njerëz. Dhe tash, filani të shet ti je kanë pushim. Të shet mandej një restorant duke ngrënë darkë. Të shet një foto tjetër duke pi kafe. Të shet në rregull. E shat tjetrin, po edhe ai ashtu. E shat tjetrin edhe ashtu. Kjo çka shkakton? Kjo shkakton xhelozi.
Dhe kur hin xhelozia te njerëz, ti e ke pas, sidomos tash me këto përveç tyne që i përmende, Facebook, Instagram, krejt, edhe janë këto statusat në WhatsApp. Po, nuk e përdori. Atë zakonisht familjarët i shohin. Këto të WhatsAppit, as nuk i postoj asnjëherë, as nuk i shikoj asnjëherë. Ja nuk i shikoj, nuk i përcjell, s'ka mundësi mi përcjell. Mirë po, çka bën njerëz? Sidomos brenda familje. Dhe tashin dhe sheh, filani në familje, pas ka dalë në darkë, mirë. Filani tjetër ka dalë me pi kafe. Filani ka shku misafir. U kënaqën këtë. Ky ku është? Ha? Krejt u kënaqën edhe unë në fund mbeta. Dhe kjo është sidomos gjithashtu, kanë e grave, se gra do t'i shohin tash. Filanja ka shku në darsëm, filanja ka shku në restoran, filanja me burin e vet, në pushim, filanja mirë, mirë. Po krejt more pas skandal, krejt u kënaqën. Unë ku jam? Valla unë në shtëpi që tu bo buk. Ose tu laj, tu fshi. Kjo çka shkakton? Pik tu starton problemi. Fillon xhelozia një herë nga ana tjetër, se s'mundesh me mbri, tjerët këtë janë mirë, unë s'jam mirë, s'mundesh me mbri. Fillon xhelozia edhe fillojnë problemet. Fillojnë problemet me njëri tjetrin. Xhelozia çka shkakton? Xhelozia shumë e rrezikshme. Xhelozia, ai i cili don të jetë i mbrojtur, kjo është mesazh, ai i cili don të jetë i mbrojtur nga xhelozia e dëmshme, duhet mos ban publike gjërat private të jetës tij. I të fol për mësyshin apo? Po jam të fol për mësyshin, edhe është e rrezikshme. Sa për njerëzve sot kanë probleme, mandej lipin rukje, lipin zgjidhje në rregull. Ti e ke fajin vet. Ke postu foto. Po ti e ke fajin vet. Po pse unë? Po ti ke nxit me njerëz me xhelozu. Ti ke nxit. Ndoshta dikush s'don me xhelozu, se s'ka kur gjë. Ti me qëllim. Lutem mësina çtu trego rrezikun e mësyshit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo që mësyshi e varrosni, do të thonë deri në vdekje. Deri në vdekje. Deri. Çfarë rrezik mundet me kon postimi fotografive? Unë mendoj që ka shumë raste edhe të problemeve fizike. Jo shpirtërore. Mos flasim shpirtërore. Problemeve të fizike. Mendoj që ka fëmijë që nuk flasin, nuk munden me fol mirë. Shkaku i mësyshit. Në qartë po. Pse krejt familja sytë. Ka njerëz të cilët kanë pasojë tjera, shkaku i mësyshit. Dikush mundet me ju duket njerëzve në disa raste, këto janë me fakte. Me fakte, sahabi ka qenë ai i cili ka dalë, lëkurën e ka pas pak më të bardhë, më të bukur. Po. Dikush tjetër kur e ka pas habit, çfarë trupi, çfarë lëkure, pak më ndryshe. Njeriu i ka rat fikt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kanë mendojni, kanë de e fajsojni filanin ja Rasulullah. Pastaj ka urdhëruar që të merr ujë, të merr abdest, ta pastrojnë kanë vete. A ndikojnë, po tash ti për mos me ndiku, për mos me i pas këto dome të mësyshit, të xhelozisë, të krejt tyre, fshihe jetën tënde private, mbuloje. Kënaqur me familjen tonë. Mos ta dinë gjithkush. Që mu shtëpi e di gjithkush, tash më me mbulu shtëpinë. Mirë. Ama gjërat brenda shtëpi, mundesh me mbulu. Nuk ki nevoj mi tregu kur kujt për të mirat e tua. E pastaj del, nuk del, ban, nuk ban, krejt ato që i ban. Pa ato janë për ty, mbuloj. Në momentin që i shfaq, i publikon, priti probleme. Çka është e keqja? E keqja është që disa prej njerëzve janë të gatshëm, ti përballojnë. Krejt problemet, veç me arrit qëllimin me ju tregu njerëzve që ne u knaq. Subhanallah. Këtë e ki pra. E di. Në të plasin të akrabat që janë TikTok një thonë. Po, edhe e di që mundet me ndodh, me pas pasoja, ose me ju tregu, do më thoni pale që, edhe mendimi tjetër i atyne që i ka i natë, me ju tregu që po. Ti plasi disa zemra, disa që kime arrit, kime plas vetën tënde. A rrezikun më të madh kime pa vet. Por atë ai i cili është i mençur, dhe ai i cili di gjërat tamam si duhet, mundot me mbulu. Edhe nëse i ka punë pak më mirë, mirë elhamdulillah. Elhamdulillah, një mesatare, jo me shfaq shumë. Momentin që shfaqet shumë, vinë edhe probleme. Allah na rujt. Amin. Postimi i fundit që kitë stakfurlan pak më kesh, si që shish formalizu, si thënje, po është edhe për të qarë kjo, dhe më thonë kështu keni postu. Duke biseduar me një vlla 30 vjeçar, ai më tha, shkoj gjysmë me jetës. Thash, subhanallah, kush të ka garantuar o vëlla se do të jetoj 60 vite? Për fat të ketë shpresa e gjatë ekziston,
të shumicës e njerëzve, ndërsa ajo është një pengesë e madhe e praktikimit të punëve të mira. Shkoj gjysë e jetës. Po. Kjo Ai barem 30, ne jena pak më shumë ka 40. më shumë se gjisa. Më shumë Më se shku me mendimin ati. Po. Ama ja. Fatkeqësisht kjo është ai mendimi se ka kohë. Edhe kjo është e damshme. Për imanin është e damshme. Mendimi se ka kohë. Për kujtimi i vdekjes, për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka nxit, për kujtoje shkatrusjen e knacive, për kujtoje vdekjen, për kujtimi i vdekjes ban hajr shumë. Shumë hajr ban. Njerëz nuk e vlerësojnë ose në disa raste edhe ndoshta nuk e kuptojnë. Kam përmend tash afër edhe një ligjërat. Disa për njerëzve mendojnë për kujtimi i vdekjes ta prish rahatllëkun, ta prish disponimin, ta prish lumturinë përkundrazi. Për kujtimi i vdekjes ti rregullon krejt. Për kujtimi i vdekjes ta rregullon jetën. Për kujtimi i vdekjes ta kujton ti që dush me fal namazin, dush me agjeru, dush me bë punë të mira. Për kujtimi i vdekjes të ndal prej harameve. Ti don me bë një haram, don me bë një gabim, don me bë një gjuna. Ama për kujton që ki me vdek, ose mund të jetë momenti jot i fundit ai rast të ndal. Për kujtimi i vdekjes ta rregullon raportin me Allahun, kjo është spari, pastaj ta rregullon raportin edhe me njerëzit. Kur e përkujton vdekjen, ti shembull ki një raport ndoshta jo të mirë, ose je hidhru, je fjalos me filanin, ose me filanin, ose mrenda në familje. Për kujtimi i vdekjes të shtin me nxitu, me përmirësu raportin. Mos me vdek shembull të hidhrun vlla me vlla. Mos me vdek në raport të keq me një familjar. Mos me qenë fundi. Ose shembull, e ke pa edhe për vete, kur ki me dikant shembull, ai me bë me vdek. Ti e ke pas një problem. Me atë ndoshta problem kot, mirë po ka ndodh. Me bë me vdek ai. Çka të mbet ti në zemër? Të mi ndërgjegje. Pse ndodhi? Pse nuk e di, po se spaku ta kishim përmirësu, ta kishim rregullu, pse si li pa falje në rregull. Për kujtimi i vdekjes, ta rregullon raportin me Allahun, mandej ta rregullon edhe raportin Me njerëz. Andaj ai 30 vjeçari, ai 30 vjeçari, ai të më pas parasysh që sa për njerëzve vdesin 30 vjeçar. Sa 20, sa 40. Tash ajo shpresa e gjatë të ban me ilon krejt të anash. Hajde more se ka kohë. Për namazin, për ka kohë se ai shpreson tash që unë 60, 70, edhe tash 30, edhe 60, ka kohë. Kjo është urtësia e Allahut. Pse Allahu nuk i ka njoftuar njerëz me vdekjen? Pse njerëz nuk e dinë sa kanë mjetu? Pse? Po kjo është urtësia. Se me dit, tash llogarit me dit njerëz që kanë mjetu prej 60 deri në 70. Po. Megjithse mesatarja është aq. Mirë po. Me dit njeriu që ka kohë deri 60 vjet, deri 59 vjet mundet me bë gjithçka. Se e di që ka kohë. Allah e ka lënë me këtë urtësi, e ka lënë sekret që askush nuk e di. Ki kujdes. Se ndoshta 60, ama ndoshta edhe 30. E shpresa e gjatë është e rrezikshme. Besimtari nuk duhet me mendu në këtë drejtim që ka kohë shumë. Po nëse ka kohë, elhamdulillah. Nëse ka kohë. Që une ndoshta nuk ka kohë dhe filloj me mi bo krejt, mirë. Jetove 60 vjet. A ke humbë ndonjë gjë? Pse je fal, pse ke bë punë të mira, pse je largu prej harameve, ke tu 60 vjet. Ku është dami këtu? Çdo herë që shpresa është më e shkurt, punët janë më të mira dhe më të mëdha. Çdo herë që shpresa është e gjatë, është e damshme për jetën dhe për imanin e besimtarit. Hoxha Omer Bajrami, Allahu të shpërbleft për këtë podcast të radhës, ishte kënaqësi. Amin, Allah është shpërbleft. Edhe juve. Dashtë Allah të ketë dobi, të ketë hajr. Inshallah, ja Rab. Allah të na jep spari sinqeritet në zemrat tona, e pastaj edhe sukses, edhe bereqet, edhe ndikim në zemrat e tjerëve. Amin. Allah çdo herë në punë të mira edhe në hajr të na bashkon. Amin. Shikues të nderuar, ky pra ishte hoxha jonë i nderuar, Omer Bajrami, shifemi javën e ardhshme.